Allahu i lartësuar na ka urdhëruar që ta shkruajmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar na ka urdhëruar që ta shkruajmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me siguri dikush prej jush do të thotë, nuk kemi hasur ndonjë ajet ku shkruan o ju njerëz, shkruajeni jetën e pejgamberit alayhis salam. Dhe kështu bash direkt nuk ka ajet kuranor. Dhe kjo shkaktoi që disa grupe devijojnë këtë drejtim. Mirë po, kur thot Allahu i lartësuar lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju e kishit shembullin më të mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur thot Allahu i lartësuar, ju e kishit shembullin më të mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë si ka mundësi që muslimanët që vinë pas sahabëve ta dinë shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pos nëse shënohet fjala, vepra dhe çdo gjë rreth tij. Dhe ky është një prej argumenteve më të fuqishme se shkrimi i traditës profetike, sunetit apo haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është obligim. Pse? Sepse përndryshe nuk do ta dinim se si është shembulli i tij, si është udhëzimi i tij, se si ta pasojmë atë kurse Allahu na urdhëron që ta pasojmë. Dhe është rregull e fuqishme në shariat se ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ajo vepër pa të cilën nuk mund ta kryesh një obligim, ajo vepër është obligim. Dhe ne pa ruajtjen e traditës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e sunetit të tij, e haditheve të tij, nuk do ta dinim se si ta pasojmë atë. Dhe kjo tregon se ruajtja e këtyre gjërave është wajib, apo obligim, apo farz, sepse përndryshe ne nuk do ta dinim se si ta pasojmë atë, kurse edhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta pasojmë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam.